Të rrugë çdo ditë nxënësit e matkës detyrohen ta ecin në këmbë për të shkuar në shkollë. Jemi këtu në fshatin Matkë të Epërme, pra si që shihni banorët e revoltuar dolën si në shenjë proteste për mungesën e autobuseve. Ato të cilët kanë më tepër probleme janë nxënësit për shkak se detyrohen të ecin në këmbë rreth 3 kilometra deri në fshatin tjetër, pra në Glumov. Banorët ankohen se autobusët e ndërmarrjes për qarkullim publik herë vijnë e herë nuk vijnë. Është i del nxënësi këtu pret 1 orë, nuk vijnë hiç. Pa tjetër të shënëse me kërë, e kur të shkoje do vënohet të shkolla. Me thonë, kush dhe arsetoje? Deri ku ecin nxënësa që i qenë me dhe? Momentalisht, ne në Sarajqem. Me thonë, ma afër e kemi edhe Glumovën, ama ti autobusi tjetër që shkon 60 tjetër, ajo nuk e di orarin asoj, sa është për poshtë. Me thonë, me atë mundohemi dhe njerë, ama pitë të ushtria, tërma vinë kom. Problem është edhe për pensionistët të cilët presin në stacion me orë të tëra, derisa të kalojnë ndonjë veturë. Edhe shkojmë në kam, unë për veti jam pensioner, nuk jam punë. Mira ma, qëra të tharë qka janë, dhe shkojnë në kam, sa ata vanohen edhe në punë, vanohen, se asë nuk e di, a ka me orë, a s'ka me orë. Edhe i kalon edhe orari punës së ne më rinë, ka probleme edhe të puna. Edhe është, do të tari, dve autobusi në atë ko, në 6 ose 5. Ne znam što je rada. Ne guma nema, dizni nema, ova nema. Pa ti imaš tamo pretpostavljen šef, direktor, će kažeš samo. Za mene mora da ima. Сега не можам јас, дојде внуката са бавле, отишла 5, у 5 сат. Имам 2 внуки и 1 внук од синот. Во автокоманда иде таму, медицина учи, пешки. Па не иде тоа, не еден ден. Ова не знам што е ова. Ka pleqi, ka nevoj smut shkon të poshtë. Me qka do shka, që ka kërë shkon, ama ato që s'kan kera, me qka kanë me shku? Turistët të cilët presin në stacion në orë të tëra, derisa të kalojnë në një veturë. Pyetëm në qytetin e Shkupit dhe në ndërmarrjen e qarkullimit publik, por nuk morën përgjigje.